E nga Raoveci shkojmë në Skenderaj, atje ku na mirëpriti zotëri Hakib Behrami, një fermer i dalluar i Drenicës, i cili arriti të deli pari në treg këtë vetë me specin Somborg. Ai ndau me ne përvojën e tij të gjatë në bujqësi, duke na zbuluar aspektet e ndryshme të kësaj pune, por edhe sfidat me të cilat ballafaqohet. Pavarësisht kësaj, mesazhi i tij është i qartë: ta duam punën, tokën dhe të mos dorëzohemi. Sot kemi vendosur marrë në fshatin Turiqes të Skenderaj, këtu tek familja Behrami, pra te Hakib Behrami, i cili merret pra me kultivimin e perimeve në sera, në fushë të hapur dhe domethënë të mbyllur. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ju për vizitën. Faleminderit shumë, është kënaqësi gjithmonë më ardh dhe me vizitu fermer që janë shumë të suksesshëm në çdo anë të Kosovës, vendit tonë. Atëherë tregom çu ka fillu dita dhe çu ka fillu kjo sezona pranverë, themi se është një kohë pak e nxehtë, por na më shumë nxehtë edhe për juve është pak e vështirë me punu. Po faleminderit shumë që jeni orë për atjet, për vizitën. Po sot ka fillu dita në 5 orë të mëngjesit. Mu ka duh pak ma herët për shkak që keni pas marrë dhe ju, edhe kështu që kum fillu, i kum vjel specat, i kem qunë të treg, kena pas mi dorëzu. Edhe, po, sa i përket pyetjes dytë, do më thonë si vjetu ka viti ma i vështirë, prej që, se edhe vitin e kalum, po kon temperatura ma stabilë, si vjetin ka temperaturat shumë ndryshueshme, do më thonë herë ftoft, herë kështu që na ka duft shumë punë, shumë angazhim për më ardhur deri këtu ku jemi sot. Nështë këtë periudhën që është shumë nxehtë, ju i kryeni punë shumë ma herët, mëngjes edhe do më thonë tani mandej vazhdoni me punë tjera. Do më thonë këtu veç përfundon ora 8-9 puna dhe gjatë ditës. Shumë e vërtet që apo thotë se tash ka ndryshuar temperaturat janë shumë të larta, edhe unë filloj domethënë 5 mëngjesit edhe mbaroj diku ka ora 8-9. Varet sa është përësia qysh, po që aty edhe fillojnë tani edhe në mbrëmje prej orës 4-5, në varet këtë për temperatura qysh janë. Edhe tani në ndrojmë orarin për shkak. Kur është ku kështu muna me punu edhe tërë ditën. Po tregam domethënë ti që sa kohë ke fillu me vjeljen e specit? Si vjetë kum fillu për herë të parë, domethënë jam i pari në Kosovë, me 31 maj kum fillu. Po, a ka qenë është që toka është shumë e përshtatshme në këtë vend edhe që është rritë, domethënë? Jo, nuk është ashtu. Apo çysh ke? Kjo ka ndodhur për shkak e kam edhe nxemjen qendrore, edhe ndoshta pisheni do janë do cevat kthyme, edhe ato janë mbuluhen me një foli plastike, edhe aja mbuluhet e ja bojmë temperaturën ato ku na kur ka temperatura shumë e ftoftë, unë kam arrit me ja bë këtu në 6 gradë, pse në kuën kërë ka ekstrem u ka dhe -9, pëse media të ishin ndryshe, po këtu të na u ka shumë fëtë. Se ja ku motë edhe jashtë edhe mbranda ja ku mbo 6 gradë me mjëndzi, edhe po që falë që nxemjes edhe qisajna, o ordi i të shikja se nuk ish mujtë me orë ka qerët në treg. Po, e vërtet. Dhe kur doli në treg në 7 vjetë, ke pa që në 7 ka t'interesuar për me i ble produktet vendore? Po, kërkesa është shumë e madhe për produkte vendore, se këto produkte që po vinë prej Shqipërisë për vende të tjera, po na e binë dorën e dytë. Dorën e mirë që isin në shtete më të zhvilluara, këtu të na e binë mallin më të dobët, me cilësi më të dobët. E kur del prodhimet vendore kanë cilësi të lartë. Edhe kështu që po kena kërkesa të mëdha, po s'po mundna as me i furnizu, çaq shumë kërkesa. Veç po duhet dikush që na ka nejt besnik, aty në që na rrin besnik, aty në kam qef ju nejt më shumë. Po, a mendon që çmimet tash kanë ndryshu edhe ndryshojnë vit pas vite? Kësaj përkat tregut kështu tal? Çdo vit po ndryshon. Pse falë edhe që po janë do njerëz që po punojnë shumë për i qesin jashtë vendit, ata i falenderoj shumë se ata po na lehtësojnë shumë punën. Se me konë veç për treg Kosovës, kur po dalin krejt, do të thonë po ka tani shumë rrëmje të çmimeve, edhe si të është rrëmja e çmimeve dhe kërkesa është e ulët. Po kur po është çmimi pak më i lartë, kërkesa po është shumë më e madhe. Kështu që po kena tani. Si po shkojnë tash çmimet sa i përket kulturës specit? Po, që tash për momentin është 2 euro, na me shumicë, 2 euro gjysë janë të shit
€2.30, që shpo dujnë ata vetë tani. Po, tregjet. Po, tregon tash, flasim pak për historinë e punës tënde, që sa vite merresh me bujqësi edhe nga ke fillu, domethënë ai ke pas tokën gjithmonë tëndën, ai ke punu me qëra edhe qysh ardhi ideja për mu marrë edhe me bujqësi, po njëjtën kohë dhe me kulturën e specit. Ai ke vendos gjithë me këtë kulturë apo edhe me tjera që nështë s'kanë qenë shumë të përshtatshme për tokën që je këto? Jo, unë kom fillu dikon në 2010, dhe as kom po sera, as kur gjë. Kom fillu me një 5 orë dreza, mas poli, edhe shumë vështirë, edhe i kom marrë edhe kësë shipka që qiten kulma, edhe i kom marru me do, i kom bledh këto folijat, i kom bulu që në brana asë një vetë dy në kom bajke u preshke. Edhe qashtu që më dërzu asë një. Deri sa në 2016 e kom fitu grandin për herë të parë, për Ministrisë Bujqësisë, edhe tani e kom fitu qëto 4 dhëtari, edhe kom vazhdu tani me punë, e me vullnet madhë malë, se kur është cera moderne, është mirë, tani ki vullnetin madhë malë. Tani e kom fitu në 2023, e kom fitu edhe një grant, me nëzemi e kom bo qëto, edhe këtë folin e kom ndru, mas 7 vjetë, edhe ato u ka rinovim i serës, edhe u ka nëzemja, edhe rinovim, edhe do hapet pusë, edhe solare, edhe kom fitu 2 grande për Ministrisë, e i falenderoj shumë, edhe tash falë angazhime Ministrisë, se nështë ta vetë këtu krejtë s'kisha mujtë qëtu me i bon, edhe ku ma rritë qitë sukses sot ku jam. Po, kur fillove në vitin 2010, nga ku u inspirove të themi mu marrë me bujqësi? Nuk di... Se ke fillu gjithë shka nga zero dhe nështë ta pa një ori? Nga zero, po, kur kum po dikon, ma dinë si rrisjet mi, ku kum po di që shumë ka pëlqy bima, edhe kur e kum po, duket bukur, duket edhe kje shkën me dashni, dikush e kum po munuhet, i bo dësera dë, për shkak vish përfitime, a kështu se dën, bime vish e shethet të marrë pare për i saj. Jo, nëse nuk e dën, me zemër, ti vish ki me dështu, se ti nuk shkën me këshyrë fart, nuk e pidja, se këto du të me ja përcil gjendjes, pejnë me ngjesi deri në mbrëmje, temperaturën krejt, se nëse rritë temperatura që të e modhe, që të lullën ja shkatërën, dhe më thonë ja këput e ja gjunë të. Ta na dhëtë me kohë temperatura, ta është edhe pak që kanë fillu temperaturat e lartë, na dhëtë edhe me lykë këtë foli nalë që është, me polikolor ose me diçka tjetër, ose me rjeta mbrojtë, se për shkak mos me ja prish lullën. Se ta qenë poshtë, edhe tani vish kjo janë si me përfundu, nuk prodhen co duhet, e për që ata duhet angazhimi malë, duhet mi dasht këtë punë nëse dëm përfitime. Jo vish, kish bo që ky sera, po që kish mire, po du me përfit baje dhone, tani po deshtujnë. E ke po shumë sera i lonë, pa mbjellë se një vit e provën. Se këtu të serat, nëse një vit deshtën, investojnë shumë, se këtu të me investu shumë pare, për më orë që tu. Nëse ti investojnë shumë pare, edhe deshtën një vit, ma ti kime mos kime mujtë me vazhdu, kime detyru mi milion batal, ose mi shit krejt, ose diçka. Për që të arsye, du të mi dasht këtë punë. Po, a mendon që nështë edhe mos dërzimi nështë se ka vite që ke humbje, theme edhe dëshprohesh, gënjesh për diçka, qoftë nga kushtet atmosferike, po qoftë edhe nështë edhe të pjesa e bimës që nështë nuk ka ndonjë sëmundja për diçka e tillë. Po kjo nështë mos dërzimi e bën që me fillu prap me u marrë me bujqësi. Asnjëherë si u ndërzu, domethënë gjithë sor ka ndodhur ndonjëherë që na insekt ose na smundje diçka ka mujt më mi dëmtu një pjesë, po ju nuk dorëzohën ase e dukit. Unë edhe kur të dëjsh, edhe vazhdon, s'ki... Cilat nështë kanë qenë sfidat më të mëdha që themi këtë i kalu edhe nështë edhe sot e kësaj dite hasë në ndonjë sfidë që nështë duhet me ndryshu apo duhet me ndihmu diçka? Po sfidat janë më të mëdha, fuqi punëtore, me kvalitet që është duhet këtu, mi njoftë që të profesion nuk kena, po kupton ti e merr, po nështë edhe e pagun edhe shetu të bodan. Tani aty është sfida me, po tash kum fillu me familje, edhe e kum sone përpora i millë... Si binde familjarët me marrë me bujqësi? I binda se tash jetuin një mërë kuptim edhe botë, po unë për shkak punëtorëve kum ndryshu krejt stilin e serave, se viteve tjera kum mjell edhe atë serën tjetër për herë, edhe kur dilsha me dyat, tani zdishe baba kim ka shku malli poshtë që s'ke mujt mi vjell, jo që s'ka pas kërkesa, po kërkush nuk vjen me ta vjell ty që ta qëtë, edhe me ta shqitë. Edhe për atë arsye nuk kom ndryshu krejt planin e punës, për shkak të fuqisë punëtore. Atë sere kom mjell me lakna, edhe ato e kom përfundu. Tash e kom qitë rasadin,
e mjeli, tash e mjeli, ato aja del në kuh të shia, kur kjo gati përfundon, lidhna me atë tjetrën, kështu që e kam një farë kombinimi që mos, adim muj mi përbalu edhe vetë, se këtu janë 40 orë, 20 u kjo, 20 aja tjetra. Kështu që qëto 20 orë, muj me familje, me përshkak fuqis punëtore, ato tani e mbjeli, aja del në kuhën e të shive dhe aja tani lidhët me këto kështu përshkak punës që duhet mu angazhu shumë. Qëfar lloj speci është kë edhe të regam paka shumë që është kujdesesh për ta edhe që është vjen deri te? Kena 4 lloje të speca vjen qëtu. është sobri, është hibrid, është prodhen shumë, po është i djegës, shkolla shumë, edhe është amyka, është spec amon të tjera, është pa djegës, sëmburg, edhe ato është edhe një i gjatë, po nuk e mjella është shumë, po veç sa për kërkesat klientëve, edhe ajo është i gjatë, është pa djegës i mirë, edhe është një sëmburg tradicional, po është shumë pak edhe ato se prodhimin e ka shumë tullë. Edhe kështu që veç sa mi mendon që apo të gjithë këto lloje që i përmende janë të përshtatshme? Po, tonë janë të përshtatshme në këtë tokë. Apo ka rëndësi edhe pleherimi që e bani? Po, pleherimin duhet shumë me pas kujdes pleherimi, sidomos në temperatura të ulta, unë ju këmë thonë që duhet me pas kujdes në ujitje shumë. Se nëse ti e ujit janë temperaturat e ulta, ti fillet me ujit, aty fill roja, dhe me thonë, rrinë shumë eftaft, edhe e shkatërën bimen. Duhet me pas shumë kujdes. Sa herë në ditje i ujit? Tash që ngri temperatura, tash pak ma shumë, dhe me thonë, mund ndodhë që mrena 2 dite, vaditet, përpora, për shembull kur në kohë temperaturat e ulta, bava ki me javë nuk i kom vaditit. Dhe me thonë shumë, duhet me pas kujdes, edhe aty duhet me vadit me mëngjes, kur janë temperaturat, për mjë nxetu ka gjatë ditës, për mbrëmje, me kohë e pregadit ranja, që mos me pos tani stres aja ose diqka. Qysh e shë të ardhmen sa i përkat bujqësisë? Unë e shë me një perspektiv shumë të mirë, edhe ju bajt thirrje rinisë, edhe ata që kanë tokë të mirë, edhe që kanë ujtë, se pa pas ujtë mjaftueshëm nuk mund me bosera, le të punojnë, mos të emigrojnë jashtë vendit, po le të zhvillojnë vendin e vetë, edhe për shitje po thamë që ka kërkesa shumë të mëdha, mund i qenë ku dush. Edhe dikush thotë jo, unë si kam sera tani, po mund në fushë të hapun. Edhe kur po është koha të shive, bashkë që ajo ku dalin këta në fushë të hapun. Kërkesa është shumë e madhe, po quajnë në çdo shtet evropian, kështu që ja vlen me punu, me bujqësi, se ma përfitimet, jo në ashta që janë të mëdha, po ma mirë se me punu një rrugë, dikun 300-400 euro, ma mirë me punu me bujqësi. Me përsa ta unë një mbajt thirrje që le të punojnë se ja vlen.